Kur I thash sot juve të Vile se kush do të vinte, të gjithë u gëzuan shumë. U gëzuan sepse përveç se e njohin, përveç se janë rritur edhe me të edhe me programet e tij, më shumë kishin një lloj nostalgjie, pasi prodhimet dhe më saktë krimet e tij kanë lënë një shenjë në fëmijërinë dhe në rininë e shumë të rinjve, jo vetëm të rinjve të Vilës, sepse ato janë përfaqësuesi një rinie më të madhe, po edhe shumë të rinjve të tjerë. Po flasu për Prall me mbret, po flasu për Mos u nxe, po flas këtu pastaj për një nga programet komike më të famshme në Shqipëri, që ka pasur, dhe unë kam qenë fanse shumë e madhe atij programi, që quhet Apartamenti Dyksl, dhe një konkurrent shumë I fortë I një programi tjetër, dhe konkurrenti I vetëm I fortë edhe I suksesshëm, që nuk e di her pas here aja ka te I kaluar, çrëndsi ka kjo, rëndsi ka që ka mbetur edhe ka lënë pas miliona klikime në YouTube, nëse do flasim me gjuhën e sotme. Turi, jam shumë e lumtur që të kam këtu. Edhe unë jam I lumtur që jam. Jo thjesht këtu, se kjo është një gjë normale, një bisedë sikur ta kishim bërë bashkë mbrapa kuintave, po për gjithë gjën, energjinë këtu, dhe ti e di që unë doja të vija tashia, dhe në fakt në një kohë kur praktikisht të prodhosh është tabu, nuk prodhohet më, nuk krijohet më, andale unë kam qenë skeptik për e di se më ke shkruar një mesazh të gjatë. Kam pasur frikë, domethënë më saktë, kam pasur frikë se mos të ishte thjesht një kaos I pa organizuar, duke qenë se janë mbi sa janë 15 I rash në kokë, 15 të rinj të cilët kanë ardhur pas një background televiziv dhe ti organizosh është punë shumë e madhe dhe ti nuk je më 30 vjeç dhe mendoja që mund të kishte shumë vështirësi, por në fakt është një gjë që tashmë është saturuar dhe jam shumë I lumtur për ty dhe jam I lumtur edhe për çunat dhe gocat, e tmeshme që duhet të them që janë këta të rinjtë e sot, po se vajm 40 vjeçne, po është një gjë shumë e bukur, është një energji që uroj të vazhdoj gjatë edhe në terma produksioni, uroj se ti ke qef të pjesën, uroj ti kesh lekët non stop që të bësh andalen që do dhe ta vazhdosh gjatë. Pjesën e lekëve për të bërë gjëra, në fakt. Për të bërë gjëra, gjithmonë për të bërë gjëra. Kështu që është kënaqësi shumë e madhe dhe ka qenë shumë vibe I mirë, ti jemi sinqert. Turi, ndërkohë, faleminderit që më bëre gjithë ato hyrje mua, po unë doja të rria pak te hyrja ime për ty. Nuk e di se çfarë ndjen, a ke ndonjë ndjesi kur dëgjon se ndoshta unë kisha edhe para disa kohësh, kisha një çun këtu, ai ishte në fakt ishte një djalë autik, I cili fliste vetëm për ty, ishte fiksuar. Po, fliste vetëm për ty, kishte qenë në një nga programet e tua. Nesa, ishte çështje tjetër, po ai dhe kishte një lloj lidhje emocionale, sepse gjithsesi edhe ai kishte krijuar një lidhje dhe unë I thoja për shembull shifa andalin, ai thoshte Turi. Turi, pas është histori. Po, e kam fjalën që çdo lloj fëmie është shumë e bukur kur takon, sidomos kur je shkëputur, se unë bë 2 vjet që s'prodhoj asgjë dhe u bë edhe 3-4 vjet që s'dal vet fare në ekran, që është zgjedhja ime, sepse më pëlqen ideja që Celentano ka thënë zotësi është mos dukesh, jo të dukesh tani në kohën që jetojmë. Pastaj kur e shen në nivel profesional, për kur merr kompliment në nivel profesional, atëherë bëhet akoma më e bukur dhe të kesh një produkt I cili ka rezistuar kohës, praktikisht tashmë është e pamundur, shumë e vështirë. Dhe kur shoh që vërtet janë serioz ta njerëzit që më thonë, po ne jemi rritur, ne e duam, atëherë thjesht më bëhet shumë qefi, nuk e kam menduar atëherë, thjesht mendoja të prodhoja, thjesht doja të ekzistoja në tregun televiziv, thjesht doja të kafshoja, thjesht doja të bëhesha shumë I fortë dhe nuk e dija që do zgjaste në kohë dhe jam I lumtur për këtë, domethënë që çunat e gocat tu për shembull I din dhe I duan ato projekte. Shikoj, që më pëlqen shumë tek ty është fakti që ti ke krijuar. Televizionet në fakt në Shqipëri ka qenë goxha të mira, edhe nga ndër më të mira në Ballkan absolutisht. Ne kemi qef ta themi këtë, si e thash dhe Valdrin, të themi ndër më të mira në Ballkan, por është e vërtet, kjo është fakt. Besoj që vetëm Greqia, domethënë pjesën tjetër, Greqi, Itali, në ato nivele jemi për sa I përket madhështisë të suksesit. Po, një pjesë e madhe kanë qenë formulat gatshme, një pjesë e madhe programeve, çfarë kemi parë, ka qenë grupi Italisë. Pra të gjithë çka kemi parë nga Italia. Po, se unë hyra te grupi anglosaksonëve. Ti anglosaksonët po. Hyra te anglosaksonët, po kanë qenë të dy grupe dhe në mes tyre ishin disa që krijonin gjëra dhe të krijosh është vështirë. Të krijosh është natyrisht është dhunti, është talent. Të krijosh është e vështirë sepse ka rreziqe para, duhet të jesh të guxosh. Po, ka qenë koha ku lejoj atëherë të guxoje. Po unë mendoj më shumë se sa të krijosh është të jesh inteligjent mjaftueshëm që të marrësh. Tarantino thotë që ti bëje filmin tënd edhe pse e ke parë diku. Domethënë po të marrësh
copza dhe ti ripaketosh, ti veshësh dhe ti japësh një formë tjetër, automatikisht quhet krijim. Edhe sot krijuesit janë ajdutët më të talentuar, domethënë. Kështu që të bësh një quiz nuk ishte gjetje, ama të bëje një quiz për fëmijë prap nuk ishte gjetje, ama të bëje një quiz për fëmijë ku të zgjidhe mbretin e shqiptarëve në Shqipërinë e Madhe, kjo ishte prall me mbret. Ishte gjetje. Mos u nxeja, programe me lojra ka pasur pafund, nuk është se s'ka pasur programe me lojra. Dhe të bëj Grande Gioco de Loca kanë pasur italianët, ama të kthehej një variant shqiptar në një lojë, të prodhoje një gjë autentike. Pra, po të konsumosh televizion shumë dhe të vësh trurin në përdorim, mund të prodhosh, besoj, gjëra identitare. Kështu që unë nuk e shoh si një kështu që bravo më qoftë mua, po it's okay, për kohën, domethënë, atëherë dhe të lejoj, sepse atëherë nuk ishte globalizimi aq i fuqishëm edhe në media, domethënë, se nuk kam prodhuar vetëm unë, kam prodhuar edhe të tjerë, për shembull mbajmë atë kombinat show Keldemi, Taksia e rezervuar me Rudina Magjistarin, Krasta ka bërë Kodi Binjak, bënte një histori, domethënë kam prodhuar programe autentik në një farë mënyre, sigurisht diku të frymëzuar, por ti duke i dhënë atë originalitetin e Shqipërisë, mendoj unë. Kështu që mendoj që kam bërë detyrën, nuk realisht kështu e besoj, domethënë kam bërë detyrën atë kohë dhe pastaj koha tregon nëse kam qenë i zoti apo jo. Dakor, ka shumë krijime, po ti ke luajtur që me fantazinë. Ditën që nuk do kem fantazi, unë do vdes. Formën si do vdes e di fantazia. Ndonjëherë qeshin me mua sepse unë dhe rrugën që ecim si shofer e imagjinoj. Dhe kjo është e rrezikshme. Domethënë kjo është, domethënë pregjo im, ajo që i di vetes dhe që këtë nuk e vë në diskutim, fantazia. A është e vlefshme? A kjo fantazi përkthehet në një produkt real? Këtë pastaj kjo është një bisedë tjetër. Ka të vjen ty fantazia. Domethënë kam vënë në Shqipëri një fenomen që më ka ardhur pa keq. Neve vjen një pikë, të gjithë fëmijët lindin me fantazi. Ka fantazi fantastike, talente ata absolute. Pastaj një moment që fillojnë të formatohen, edhe nuk është një moment shumë i vonë, është diku nga mosha 10-12 vjeç kur i thuhet jo këtë, jo atë, dallaç i thua këto, shtaty se mos këtë, ose dhe pastaj fillojnë orientohen, mos u merr fare me arti, formatohen dhe pastaj orientohen drejt ekonomisë, drejt, domethënë matematikës, drejt shifrave. Dhe më ka ardhur shumë keq sepse her pas here, si unë e ti e di shumë mirë në televizione apo në vende ku duhen krijues, mezi gjen krijues. Dhe është e vështirë. Ndërkohë që imagjinata është çdo gjë. Më të mirët e shkencës kanë pasur imagjinat, më të mirët e ekonomisë kanë pasur. Vetë imagjinatës. Po, është imagjinat. Ndërkohë, unë mendoj që ose prindërit të lënë tërësisht të lirë në imagjinat, ose janë prindër që të frymëzojnë në imagjinat. Nuk e di se si te prindërit. Unë nuk kam ndier trysni për isë të vërtetës. Babi ka dashur gjithmonë që unë të merrem me politikë, unë kam konsumuar shumë informacion, shumë lajme, domethënë lajmet e BBC, CNN-it, Kanalet 5, ZDF-s, që në moshë të vogël, sepse ky ishte projekti, pastaj doli rrugës u bë ky i vogël me politikë. Elio. Domethënë, por paralel me këtë, unë nuk kam dashur kurrë të merrem me media, po kurrë. Vërtet? Po. Domethënë, qefi im ka qenë të atë menaxhoj njerëz. As gazetari, as journalisti fare. Kam dashur në kokën time, kam dashur të më thënë të kem struktura. Tani e shpjegoj kështu, po gjithmonë të drejtoj. Domethënë kjo ka qenë ndrejme në kokën time pushteti. Domethënë që i vogël e kam artikuluar në forma të ndryshme. Televizioni erdhi rastësisht, e pash një gjë e kisha këtë, në fakt ma ka thënë Lul Balla, babi Kolit, Sokol Ballës, kur un kam dalë te këngët e Stinës, në mbaj mend edhe me produktin 78-ën, ishim i këngën e Loja 1. Na veshin Nada atë Nikola me shumë me tantellën neve. Nada. Po i pasur një spes tantelle. Po i kishim sa veshje kështu, na veshin Nada ka qenë, domethënë, diçka ku i thuaj jo Nadës një, ne dhe na nxirrte lakuriç Nada do rinim kështu, po do thoshim se Nada ishte yll. Yll është akoma dhe kam shumë gjallë. Edhe mbaron ajo gjëja dhe Luli për Ahmed tani, më thot mua, hajde pak tu, me Fred Kaçinarin, thot mua, ti thot mua, punon televizion, ke dal diku? Jo, i thashun, të era parë. Thot më dëgjoj, tha mua, pse ndiqja atë dritën e kuqe? I thashun, po mendoj që ajo drita kalon mekanikisht nga njeri ashtu. Tha më dëgjoj, tha mua, mos ju nda ekranit. Dhe historia donte që personi i parë që mua më ka bërë audicion në Vision Plus për moderator ka qenë Lul Balla. Po, dhe kemi pas një marrëdhënie të shkëlqyer në fakt, edhe Xhaxhi Luli i thosha unë, edhe kisha shumë gjallë. Dhe ai ka qenë njeriu që ma ka thënë i pari këtë gjë.
Pastaj këto të tjerët pastaj Vera, pastaj nuk e di se Vera mund t'ia thoshe shumë vetave këtë, po se di si ishte Vera, po aty thash okay, po e bëj për ca kohë dhe pastaj ti iki, pastaj jeta solli, babi u mbi jetën, unë detyrova të rria se ishte një punë e mirë, edhe kështu ngela në televizion, por nuk ka menduar kur që fantazia ime do kthehej televizive, nuk. Ndoshta ti po kërkoje publikun ato dritat. Mos e publiku ka lidhje me leadershipi? Nuk e di tani, po të hym, po ta analizoj, se ky është si divan analize, po ta zbërthej pasaj se ku doja të shkoja, po të them në atë kontekst, në atë moment jetësime unë nuk e kisha menduar në një moment. Unë për 2028 I kam hyrë sepse më pëlqente ideja me Albanin dhe me Fabin, ata dy ishin talentuar dy çunat, unë shkruaja tekstet, më pëlqente ideja thjesht për të qenë I suksesshëm, për të qenë I njohur Petronin, se unë vija nga Berati, më thënë pak kompleksit ndoshta edhe I provincës, etj, vetëm për këtë hyra. Për kap goca ndoshta. Po sigurisht për kap goca, po as diskutohet, po domethënë kjo I kështu e nisa unë. Edhe nuk e se as nuk e kam menduar kur vetëm talentuar në këtë punë e muzikës, që të jemi sinqert. Te tekstet po, mendoj që shkruaj mirë, shkruaj se nuk shkruaj më, po kaq. Domethënë pastaj erdhi natyrshëm, vizioni ishte një periudhë mua domethënë familja Dulaku që bën Televizion Plusin më kanë trajtuar në mënyrë të shkëlqyer dhe nuk kishte si të ikja unë. Si të më ikte mua dëshira për televizion. Dua të ndaloj vetëm se më ka bërë gjithmonë kurioze kur ke qenë ti dhe kur ke fillove të shkëlqesh në Vision Plus, ka qenë një televizion tjetër ku të tërë të rinjt donin të shkëlqenin aty dhe ishte Top Channel. Top Channel, po. Që ishte një tërheqje shumë e madhe. Unë isha në Top Channel. Dhe ne të topit na bënin shumë përshtypje njerëz që nuk vinin në top ose nuk ishin në top, ose nuk po. As më ka atëherë, kjo është tani unë një prej pengjeve profesionale që kam është që nuk kam njohur Tan Hoxhën. Në aspektin thas si strukturë, sepse unë jam I orientuar nga menaxhmenti. Kjo është pengu profesional nga këto çka ka tregu televiziv. Domethënë, unë nuk kam shkuar akoma në Top Channel, domethënë për ta bërë ciklin e plot, për ta mbyllur me televizionin dhe po domethënë nga ana administrative, në mënyra nga energjia, thosha asi kur ti kisha lek tek ti. Kështu e thosha unë në atë moshë, kupton? Sepse vizioni frikshëm ai, domethënë adrenalina që prodhonte. Por, thën kjo, po këtë e kam thënë më vonë. Në atë moshë unë kisha një lloj jo një lloj krenarie, një lloj të fryrje kot, sepse Top Channel ishte më I fortë, nuk është se më mohoj kjo. Dhe jam ndjer ai shumë krenar që kur kam qenë në Top Fest, kalova te lokali, te kafja, te piramida që ishin bëhesh në ato dhe e pash Tanin e Topit, domethënë I pash aty, I përshëndeta dhe thash, unë nuk vi ku, ja thash unë me vete, nuk është se më lut njeri, unë nuk vi këtu. Nuk është se më lut njeri që t'jemi sinqert. Po kjo vjen për dy arsye. Mbase unë mund të shkoja në Top Channel se unë isha I Zoti, ndjej që isha I Zoti, po të kërkoja. Por vjen për dy arsye. Para njëra I përqetet prodhonte figurat e veta dhe t'i ndërtonte, ishte strategjia e tyre, dhe e dyta që është e rëndësishme ishte fakti që unë ndjesha tmerrsisht mirë, sepse familja Dulaku ishte realisht në të paktën me mua, ka qenë domethënë të humbasësh prindin atë moshë, Genci, drejtuesi atëherë. Sa vjeç ishe? 20. Të humbasësh babain, shtyllën e familjes, është moment shumë delikat. Për më tepër një njerëz që edhe ekletik, bënte edhe showbiz, mundet të rëshkisje. Ai më ka thirrur, Genci nuk është një tip oratori, dhe më ka thënë troç, ti vetëm qëndro me këngë në tokë, probleme financiare nuk do kesh kur. Dhe për isë të vërtetës, unë nuk pata kur probleme financiare. Dhe kjo gjeja mua jo vetëm që më lidhi, dhe kur vinin sukseset dhe unë kisha vinin propozime, se nuk më vonë vinin propozime nga televizionet e tjera, unë nuk kishte asë një të ndim financiar, vetëm po të vinde Mediaseti, jo se isha arrogant, jo se, po nuk e konceptoja do të ikja nga ajo gjë, se nuk isha, si me thënë, bambino prodigio, isha I vogli që u rit aty, unë isha gjithmonë me I vogli, unë isha me I vogli që u bë producent, me I vogli që u bë drejtor, me I vogli autor. Këto të ndalesh pak, sepse unë të mbaj mend ty një kohë shumë të gjatë, jo vetëm në ekran, por në leadership. Po. Në leadership ti ke hyrë 20 vjeç dhe shumë kanë hyrë 20 vjeç aty, padyshim se unë nuk kam kujtime shumë, se s'kam qenë tek Vizioni, por kam shumë miq të cilët realisht kanë pas kujtime më të bukura nga Vision Plusi. E kanë dashuruar dhe nuk iknin, edhe nëse duhet të iknin, nuk iknin nga Vizioni. Domethënë, ka qenë një kohë shumë e bukur për ta dhe Vizioni ka qenë televizor që shkoi dhe I dyti në një far periudhë. Po, ka qenë shumë mirë dhe ka pas një ajër tjetër, që nga grafika, që nga bravo, fikse vërtet. Dhe kishte një ajër dhe ishte shumë I lezetshëm, shumë interesant. Por ty të
lakoi emri si drejtues, edhe ishte një moshë shumë e vogël. Dhe thash, çfarë kishe ti, që ndoshta kjo mund të vlejë edhe për njerëz të rinj që e shohin. Domethënë, si do besonte ai ty që ti mbas 5 vitesh mos shqetësohesh për financa, ndërkohë ti ishe 20 vjeç dhe mund të rrshqisje mbas 2 muajsh. Pra çfarë kishe ti? Është ndarë me etapa. Unë për sa i përket pjesës së producentit, pra të prodhimit të programeve të mia, e kam marrë me dhunë. Çfarë do të thotë me dhunë? Me dhunë, bëj gjeste ekstreme, ne ke parasysh djali ose vajza në shtëpi që bën kështu që edhe ti thua aman jep janë këtij që bie rehat. Kjo ka qenë, pra e luaja unë fëmijën. Jo do ta bëj unë këtë, bëja kështu, domethënë bëja drama për të arritur atë. Sigurisht që këtu në loj fakti që unë nuk isha budalla, dia çfarë po bëja, dhe normalisht kam bërë gjëra deri diku të suksesshme që më jepej check për gjën tjetër. Kjo është pjesa e producentit, për flasim atëre. Pra këmbgulja është e rëndësishme. Jo këmbgulja, po unë isha gati stalker, domethënë që Gencit më ishte qafe mua, do të vetëm thoshte po, nuk kishte formë tjetër. Unë kisha guxim dhe mbi gjitha unë bëja një gjë. Se tani unë po për mua po flas. Unë mbaroja shkollën dhe mua më zinte edhe makina, autobusi. Autobusi. Më zinte autobusi, unë janë këmbë nga shkenca sociale deri në Don Bosco. Se më zinte. Mua më zinte kur jap vetë, jo më kur. Tme, ky është hall tjetër po. Dhe unë ikja dhe unë pa u mbledhur kabulli i fundit, nuk ikja. Kuptoj. Targeti im ishte që unë diku te 32 vjeç isha drejtori i përgjithshëm i Vision Plus. Targeti im gjithmonë me bekimin e familjes. Këtë mendim ke pasur që 20 vjeç. Nuk më shiko, fama ishte komplementare, të hapte dyert, të ndihmonte të That's it, kaq. Ndërkohë që realisht synimi ishte menaxhment. Dhe arrita deri drejtor ekzekutiv, përgjithësisht nuk më la Genci. Se bëj ka sa ishte familja. Domethënë unë arrita maksimumin në atë fushë. Pastaj përsa i përket formimit si drejtues i Mirfield, ka qenë në Tring kur u bëra në fillim drejtor artistik. Dimensioni im i vrullshëm duhet merrte formë administrative dhe për këtë jam mirënjohse Ridës, që është zonja Dulaku, që ishte drejtuese e Tringut atë periudhë, e cila e mori këtë energjin, këtë vulkanin që unë kisha, që e ndjeja që e kisha, dhe i dha edhe elementin administrativ. Këto pasaj shpresoj të jem bërë një kombo në gjykimin tim e mirë, nuk po them me suksesme, po të paktën e mirë. Dhe pasaj unë nuk kisha frikë, se unë isha në terrenin tim, unë vizionin e konsideroja pronën time, realisht e konsideroja pronën time, falda atyre që nuk na bënin, nuk ishim atë të rëstin, sepse klani dhe topi identifikoheshin me pronarin. Domethënë pronari, uni i pronarit ishte shumë i madh, edhe i Tanit dhe i Sandrit ishte shumë i madh. Te ne ishte i yni, prandaj dhe ata njerëzit e tjerë që ti thua, te ne kishte demokraci të brendshme. Pra nuk ishte vendim, në fund fare pronari merrte vendimet, por nuk ishte piramidale që vendoste ai dhe jo, diskutoj, realisht diskutoj. Domethënë neve unë kishte mbledhje kur më duket thosha mos e kam tepruar. Pra dëgjoheshim. Rrjedhimisht u ndihesha si në shtëpi dhe po të kisha pa guxim, i merre gjëra, dhe unë kisha shumë guxim. Ka shumë histori se më zgjatemi, po shumë guxim. Po konkurrent je, i shije kanalet e tjera? Tani absolutisht. Tani kur unë shija Top Festin, Këngën Magjike apo Big Brotherin, aty më kapte trishtimi. Ç'a ndjeje, ç'a i thoj vetes? Trishtim. Domethënë pa hequr gjë për shumë Arbana ka qenë fantastike, Ledioni ka qenë shumë i zotin në atë gjën. Goni me Portokallin, me Xhemin, me Amin ka qenë shumë të fortë, Laçot që bënte Arditi diskutohet se Arditin e kam dhe si kështu, si producenti më i mirë në qarkullim. I shifja dhe më vinte shumë i natë që unë nuk se ndjeja që kisha kapacitetet për ta kafshuar atë sken, në kuptimin atë thjesht më vinte shumë i natë, të nesërmë pasaj business as usual, kthehesha në punë dhe domethënë e kisha, nuk e fshe, domethënë atë glemin e Top Channelit për shembull apo atë rajin e klanit e ndjeja që nuk aty haja vetëm e kërkoja shumë. Ti je vënë përballë një nga programeve më të shikuara ku përballë të cilës nuk futet si program tjetër Portokallis. Dhe je vënë përballë me sukses. Davidi dhe Goliat. Madje ndoshta edhe ato të Portokallis shinin apartamentin Dyksle, pavarësisht nuk je i merit që Portokallia ka qenë shumë e mirë. Por ishte shumë e guximshme, ishte guxim i madh të futesh, pra do kishe një besim te ajo formulë. Po, absolutisht, jo ajo ka qenë e para njëron e kam bërë duket shumë kështu, po për kokër të qefit, në kuptimin që unë nuk kisha asnjë lidhje, as nuk më joshte fare ai treg, fare. Cili treg që ta? Tregu i humorit. Tregu i humorit. Portokalli ishte perandori.
Asnjë nuk futej përballë, asnjë. Portokallia është, do të thënë vetëm tani mund ta bënte portokallin në aspekt kostosh dhe çmendurie për të bërë xelik, se ideja ishte e xelikut, Canale 5. Dhe në fakt, do të thënë po t'ja propozohet Sandrit apo Dulakut, jam i sigurt që nuk do thoshin jo. Dhe ai e bëri dhe e bëri në mënyrë të shkëlqyer. Do të thënë nuk mendoj që ka shqiptar që nuk ulej dhe shifte portokallin. Tani, Portokallia, si çdo perandori, vjen një moment që fillojnë edhe përçahen, dalin rryma, filluan niknin njerëzit. Dhe unë thash, vizioni si ato grafikat e Top Channel kanë qenë bom, ky është lajmi tonë. Vizioni kishte atë kërmillin, ato lapsin e atij Lenzbuzit e tjerë. Edhe thash, okay, unë mendoj që treshe në atë moment kur është kriju apartamenti, treshe më organike se sa Juli, Genti dhe Ermali nuk ka. Po se sa kishin ikur ata? Jo, ata kishin ikur, Juli me Genti kishin ikur në klan, të Arditi, nuk bën programin e tyre, Ermali ishte shkëputur fare. Okay. Këta nuk flisin as me njëri tjetrin. Domethënë nuk flisin, nuk kishin relata. Këta dy me këtë. Dhe këta unë mendoja, gjithmonë e kisha menduar që këta po të kenë një producer në kokë, dhe unë i gjeta në, si me thënë, në moment të vështirë. Se po t'i gjeja në atë unin e vetë, se unë i njoha atë në koreanë, unin e vetë janë të vështirë të vështirë. Dhe unë shkoj edhe i them Ridës, do bëjmë një program, Shale Francë që e bëjnë në Itali, Shile Shtrase në Gjermani, ishte ashtu, do bëjmë një program tash që është 45 minuta, dhe unë do kap target, nuk më intereson mami im, nuk më intereson mami jot, nuk më intereson, do kap targetin 30 vjeç e poshtë. Tringu ka nevojë për këtë produksion, me stil do e fusim dhe në vizion. Jo, Rita tha, po ti do e bësh ta, si do që të vej. Ashtu, me Gencin me zi e bindëm dhe Gencin, nese, dhe marrë dy çunat, Julin me Gentin, po, thënë ata, Ermali tha, okay, tha, neve të tre nuk të rezistojmë më, tha, ne nuk jemi lidhur më, i thash, nore, vetëm ta tentojmë, nuk na gjen gjë, 8 puntata, po dështuam, kosto e imja. Dhe unë i hyra me idenë që kosto dhe ishin, nuk do merja as rogë në fillim, kështu e mendova, kështu e shita, që të duke commitment të një, se mora rogë, kokër më kokër, po ideja e kështu e bëra. Thash, neve do godasim një lloj targeti që puntata e parë nuk punon të audio mire, se ishte i telefonia të puntatën e 5, kur mori ajo vajza e biletave dhe tha, janë shitur biletat ti të hëne, kur transmetoj, kur regjistroj? Xhiroj të premten. Të premten. Po, që fillim të jetë. Okej. Lisa ishte një shpikje pa parë, domethënë një shpikje, një gjetë, super gjetje. Lisa unë kisha të mos u nxeja, por mendimin tim është një ndër aktorët më të mira femra në Shqipëri, Lisa Kujovsa. Po. Dhe ishte ajo kaçja dhe unë ndjeja atë gjën. Domethënë tentuam me Stefan Çapalikun, super zotri. Ai shkruajti Pile Stefani, shkruajti puntatën e parë, se nuk ishte gjitha improvizime, jo. Shkruajti puntatën e parë dhe iku. Tha, mua nuk e bëj dot të gjën, po shumë zotni dhe nuk e kam falenderuar kur se takova më kur. Edhe çast tentuam me njerëz ndryshëm, ne ishim ne të 5 në fillim. Ata 4 dhe unë. Ishte një kështu, e ke parasysh? Dhe ajo gjëja aty ishte një kimi që nuk ka shanse në botë të përsëritet. Domethënë, pasaj programi u rrit shumë, unë nuk e doja më programin ta bënim. Unë doja ta mbyllja. Ku të linte me njëri pasaj, se hyn sponsorat. Po, shumë sponsora kishte. Domethënë, neve kishim sponsora, po ai se kishte Portokallia. Dhe kishim kostot 1/20 e Portokallis. Kjo ishte adrenalina ime, mua nuk ka një të vërtet, edhe shikues, edhe po s'ka lidhje, shikuesit nuk ka lidhje fare. Shikuesit ndashin dhe në shije, domethënë nëse po s'ka lidhje, tradicionali. Ti kishe si krenari që të thoje që unë shoh apartamentin Dyxle në atë moment. Unë që në fillim apartamenti Dyxle ishte ajo që të gjithë aktorët do donin ta bënin një herë në jetë, sepse është humori situatës. Është një gjë e cila është aty. Po nuk e bëjnë dot të gjithë. Unë kam parë burra dhe gra super të nderuar kur janë në mask, kur janë personazh. Po, nuk e bëjnë dot. Kur erdhi Albano, pasaj që u bë katërshe, që Albano i dha një tjetër kështu një. Dhe Ermal Mamaçi, për hir të vërtetës, më ka thënë mua, i thash ti s'do më ikësh më këtë sezon, se donte të ikte Ermali, her pas here. Natyra e Ermalit, që ikën nga çdo gjë. Apo ke Albanën, po jo me të në fakt kishte të drejtë. Pastaj u shtua Visiani, u bë grup shumë i lezetshëm, por kur
kur unë nuk e kam menduar që do zgjaste aq shumë. Unë thash, dua vetëm të bëj 2 vite. Unë e kisha gjithkohës me luftën e producentit, nuk e kisha te suksesit e fama ime apo e çunave. Pastaj kur mori për masa që aty ishte koha e Facebookut, vllai Elio hapi faqe apartamenti 2XT, ja vodhën, vajti me 1 milion. Flasim në ka qenë faqja më e madhe. E mbaj mend se dhe punonte vllai. Po. I thosha unë çka këtë budalliqe Facebook. E punonte dhe aty pashun pasaj që ju vazhdojnë akoma sot, është për shembull skena e varrimit. Atë e kesh titër se ato ishin dhënë për ato. Shiko, tani kjo është puna e kujtimeve fëmijërisë. Tani edhe un kam Oli e Benxhin. Po tani Nils Olgersonin, tani shiko, kur je rritur, kujtimet e fëmijës. Dhe të gjithë ata që thonë që ore bëhe pra. Unë mbas edhe mund ta bëj një herë. Domethënë, para nuk duhet bërë me të njëjtin grup, se kur erdhën Skorpionsat, domethënë që ishte 70 vjeç, nuk gjërat, emocionet duhet t'u ambash se publiku është shumë dinak, të shtrydh dhe do prap. Në momentin që ti mban distancë, po e prodhove prap 2x siç ka qenë, unë jam i sigurt që nuk do jetë ai emocion. Do jetë ajo nostalgjia. E the 2 vjet dhe pastaj po kujtoja se s'kisha çaj bëja më. Se kujtoj dhe veten time në këtë aspekt të prodhimeve, të kozgjatjes së prodhimeve, po e the 2 vjet. Ti vet sa mendon që mund të zgjas, domethënë, sa e ka pjekur një program dhe duhet ndalojnë. Një program televiziv në Shqipëri. Në terma, atëherë se ka tipologji programet e infotainment të argëtimit gëshetuar me informacion që janë këto show-t politike, gjys politike, gjys social, këto mund të mbajnë, po programet e argëtimit nuk duhet ta kalojnë në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon maksimumi 5 vjet, sepse neve jemi një treg shumë i vogël, nuk kemi skenarist. Domethënë nuk kemi autor, domethënë po ta vësh re, un jam e vëre shumë. Ti e vëre shumë. Domethënë është gjë më e vështirë se gjesh njerëz të cilët idetë tua ti marrin, ti zbërthejnë dhe ti konvertojnë në atë. Prandaj je detyruar sot akoma ti e sheh që Arditi i bën 90% gjërave vet. Ti i bën 90%, unë i kam bërë Vera me Alketën. Është shumë e vështirë të gjesh, rrjedhimisht kjo do ti shtrydhesh, se ti si producent merresh edhe me lekët, ti merresh edhe me stafin, ti merresh edhe me mirëqenien e njerëzve, merresh edhe me kreditë e tyre, merresh edhe me kur vjen cikli, pra merresh me shumë gjëra. Domethënë nuk është se merresh vetëm thjesht që të rish e të krijosh. Shqipëria është treg i vogël dhe rrjedhimisht për mendimin tim, ndoshta jam pak i prerë unë te kjo, po unë nuk kam dashur asnjë program timin të bëhet më gjatë se 3 vjet. Unë kështu e shoh, pastaj mund të jem gabim, po mund ta rikthesh, po 3 vjet, sepse konvertohet në treg. Ne jemi 2.8 milion, treg që shef televizor, që konsumojnë, tani është dhe më pak ndoshta, po okay, po të fuzim dhe YouTube këto, nuk bën sens. Për programet me content kreativ. Pastaj me kështu me të përditshme mund të bësh. Mendimi im, Sa vjet në televizioni? Po ku e mbaj mend? Nuk është shumë. Total kam 20 vjet unë, që merr 20. 15 vjet, diçka 14 vjet, që është goxha. Shumë, është një. Si as shenja demit, që të rish shumë. Jam dashur. Të dash është më. Po thash pra. Po edhe aty brenda ndrove, bëre gjë. Po aty i bëra gjitha unë, domethënë vetëm me ndërtim sumora tek bizneset e familjes. Po nuk shiko, është irracionale. Unë të vrisja për atë logo. Nuk e konceptoja dot tjetër jashtë asaj logo. Dhe mbas shumë vitesh shkove në Klan, po. Si ishte ky transfert? Pasi vrisi për një logo. Jo, po i fillova 2 vjet përpara. I kam njoftuar 2 vjet përpara që do iki. Ky është njoftimi më i hershëm që kam dëgjuar ndonjëherë. Bravo. Po, i kam marrë me radhë. Dhe gjithë familjen, unë 3 muajt e fundit nuk flia unë gjumë, më shumë voja unë se që po ikja se ata që mu largova. Jo, ideja është që unë nuk kisha çfarë bëja më, nuk kam ikur se nuk kisha çfarë bëja më, realisht nuk kisha çfarë bëja më dhe e ndjeja që ishte të mbyllë dhe thash, i kam thënë me qeshur biles vllajt atyre që ore më kaloni të ndërtimi sa ata më kaloj se të paktën aty është ka dhe unë jam dhe i Zoti eci qeshtim i kam njoftuar para po qeshtim se çfarë do të thotë sa më kaloni vërtet mbase më vonë mund të dini që kam për gabim po nëse dhe ideja ishte që Nora Gega ka qenë në Klan ka qenë shoqja ime shumë e ngushtë dhe më ka thënë disa herë dhe unë i thosha nuk ka shanse mos se diskuto fare edhe i thosha kështu të prerë e ndjeva që erdhi momenti. Pata një kështu dilem ndërmjet Topit ku bëm Blushi, i cili në fakt se kam falendëruar kur publikisht
shfaqesh goxha vlerësim, më bëri një analizë vetësime shumë ashtu, por ikja në Top Channel i biles u takova dhe zonjën Hoxha ishte ajo në krye atëherë Vjollca dhe shumë dashamirëse. Por ikja në Top Channel kishte një handicap. Nuk merja dot me vete grupin e 2XT-s. Okay. Se kishte Top Channel i programin e humorit veten. Ishte Portokallia dhe unë nuk në jetë po për çfarë të ndodhe Topi? Kurioze jam. Unë do bëja një talk show në timit, do bëja tani se këto janë shumë diskutime në ajër, po domethënë do bëja ishte ideja për te diella, se kishte fillu ato dhe një program timin dhe unë doja që televizja me gjithë grupin edhe Klani ishte e përfshinte gjithë atë gjën. Takova Mandin, Shkullakun, Norën, edhe pastaj takova Sandrin. Me Sandrin nuk është se kishte shumë diskutime. Ishte tmerrsisht shumë i prerë. Si tipologji, tha mua, ti do të vish, po unë dua të vish. Okej, kaq para, do bësh 1-2-3 gjëra dhe nuk ka shumë e çuditshme, më ka befasuar se legjenda dëgjonin plot, nuk më ka ndryrë kur ata të dy, as burr. Asnjëherë nuk ndërhyjnë. Do të ndërhyjnë nëse ka diçka që është në televizion apo jo. Unë e takoja dhe atë fjalën që më tha në fillim, që më tha ti do më takosh vetëm fillim sezonit ta për kostot dhe në fund sezonit ta për audiencën dhe kostot. Dhe në fakt vetëm kështu ndodhte. Të dy dhe Albën dhe domethënë kisha një ide që me Sandrin do të zihesh atë, nuk e di pse. Ky ishte perceptimi. Po mua më shumë se sa ikën Klan më joshte kjo që ti ishin gjithë që kishin atë të vetën edhe. Gjithë mbretër me kurorën e Sandrit. Vera, po, Arditi. Edhe ishte shumë cool. Domethënë po në kokën time i orindës. Ku parkoje ti aty? Se është një parking aty që është Jo. Parkingi Pepsiu, Arditi, Sandri. Aty isha i vogël. Isha parkoja televizioni unë atje. Jo, isha me këmbë në tokë fare, nuk e kisha, jam shumë realiste ka gjëja. I kam thënë orindës si unë do ri në Klan 5 vjet. A do me heqi Sandri, a do iki unë, këtë nuk e di. Ti gjithmonë ke një kështu, 2 vjet do të zgjas emisioni, 5 vjet. Dhe në fakt unë ndeta fix 5 vjet në Klan. Ishe producenti Klanifonias, i dupleksit pas Klanifonias, isha drejtor në Klan Plus, bëja edhe një program timin. Dhe unë do bëja. Dhe dëgjova që paguhesh shumë mirë. Po, shumë. Se pagat e larta qarkullojnë për televizione. Përveç se ka ti që paguaj mirë. Mua më doli edhe më doli ajo kur doli atje. Jo po, paguesha vërtet shumë mirë. Paguesha shumë mirë, absolutisht po. Unë paguaj shumë mirë edhe në Vizion. Vizion paguajnë njerëzit shumë mirë. Duhet ta them këtë se nuk e ka këshera pa. Vizion Plusi i pagonte njerëzit shumë mirë. Shumë, e i trajtonte si mbretër se ka një perceptim sikur. Jo. Ndoshta ka që ishte si më i vogël, duke si më i vogël, shumë mirë. Ka pas trajtim tmerrsisht dinjitoz. Flasim atëherë, nuk e di tani se jam kam vite, 7 vite që sa. Dhe në këtë logjik, unë te Klani isha me qëllime shumë të qarta. Unë nuk isha emocion. Por në fund më dha një ndjesi shumë të mirë dhe nuk e harroj. Sandri më ka pritur në zyrë, unë do bëja program timin. Do rija dhe viti 6, po flasim. Moment saktum tha, nuk po hyj detajeve dhe më tha mua, ti je shumë i zoti, tha, shiko tha se televizioni tha nuk është më ai që ka qenë. Në kuptimin e juve tha për mua jeni kush sjell të ardhurat, ato biseda tipike dhe atë që unë kisha vite që e thosha që televizioni tashmë nuk është më ajo në fakt është fakt. Dhe shqyr që erdhi një formë kështu si e prerë me thik, në 1 shtator unë kam ndërprer marrëdhënie me televizionin dhe unë nuk kthehem më në televizion pa pasur televizionin punë të tretë, jo të dytë, të tretë. Ndoshta do tentoj në një projekt të Top Channelit që ta mbyll, domethënë se me që s'kam shkuar në Top Channel, ndoshta edhe në Klan dhe Vizion nuk i diete, po që të them bëj ciklet e mia dhe në ciklet e mia mungon Top Channelit, ciklet e mia televizionit nuk mund ta fshesh televizionin që s'kam qenë, të bëj treshja dhe ashtu, po vetë joshje personale, kështu që amanë të kthehem nuk. Po edhe bëri edhe drejtorin ekzekutiv, të mbeti vetëm jo të kthesh, vetë të hapësh tëndin. Ta hap tim. Jo, larg qoftë, jo, nuk e bëj dot, nuk i kam ato para, nuk ja vlen dhe nuk ta kthen investimin. Sot nuk bëhet më dhe këta që kanë televizion e dinë që tashmë nuk mund të mbajnë më televizion. Jo, po televizionin ti e di që shumica televizionet përdoren leverage, pra përdoren për leverage, por edhe ky leverage të godet një portal më një portal nga shtëpia me pijama. Ta bën dëmin sa lajmet. Kështu që edhe kjo është prishur dhe kjo me pijama nga shtëpia.